Përshëndetje dhe mirë se vini në episodin e radhës të podcastit tonë. Sot kemi një episod të veçantë që i dedikohet një prej degëve më të rëndësishme dhe traditë të qytetit të Elbasanit në Universitetin Aleksandër Xhovani, bëhet fjalë për programin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi. Në këtë bisedë do të flasim për përvojën studentore, mundësitë që ofron ky program studimi dhe gjithçka që e bën atë një zgjedhje të favorshme për të rinjt që janë në kërkim të rrugës akademike dhe profesionale. Të ftuara sot kemi dy studente, Mariza Çerniku, studente e vitit të tretë, e cila është në prag të diplomimit dhe do të ndajë me ne përvojën studentore të këtyre 3 viteve, dhe Shukran Içoz, një studente e ardhur nga Turqia përmes programit Erasmus, e cila do të ndajë me ne përvojën e këtyre muajve qëndrimit në qytetin tonë dhe eksperiencën e saj në Universitetin e Elbasanit. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Mariza, mirë se erdhe. Na tregon pak si lindi dëshira jote për të ndjekur studimet në programin e Gjuhë Shqipe dhe Letërsi. Atëherë, ka qenë një dëshirë që ka lindur që nga nënvjeçarja, nga dega e gjuhës shqipe më saktë. Ishte një kënaqësi për mua që të merrja pjesë në orën e mësimit gjuhës dhe ishte argëtuese. Më pëlqen të gjuha shqipe vetë dhe pastaj në gjimnaz, në vitin e tretë, mendova që ta zgjedh sepse nuk kisha çfarë të bëja diçka edhe më të mirë se kaq. Kjo për mua ka qenë dega më e mirë e studimit, që mendoja se do t'jepja aftësitë më të mira aty. Përse zgjodhe pikërisht Universitetin e Elbasanit për të ndjekur studimet në këtë degë? Atëherë, gjithë e dim që Elbasani është djepi i kulturës, i arsimit dhe kështu pse jo, kjo do t'ishte zgjedhja më e mirë dhe unë e bëra. Si ka qenë për ty kjo eksperiencë 3 vjeçare? Dega e gjuhë letërsisë ka shumë trajnime, konferenca, mund të marrësh pjesë në shumë aktivitete të ndryshme, kështu që edhe në ekspedita ka marrë pjesë dhe do t'i përfshija, do t'i përmbledhja si gjërat më të bukura të universitetit, sepse kam përfituar përvojë të mirë. Po lidhur me marrëdhënien tënde me pedagogët, çfarë mund na thuash? Pedagogët na kanë mundësuar gjithmonë që të kemi një ambient të ngrohtë, të ndihemi mirë, rehat dhe të jemi të inkurajuar për të mësuar dhe për të vazhduar më tej studimet. Çfarë aftësish ke përvetësuar përgjatë këtyre viteve që mendon se do të të ndihmojnë në rrugën tënde profesionale nesër? Kam fituar aftësi konkrete në komunikim, në mendim kritik, gjë të cilat që më kanë bërë të kem një siguri për të ardhmen. Kam fituar një aftësi që nesër ta bëj profesionin tim edhe më mirë. Ç'mund na thuash lidhur me mundësitë e punësimit që i ofrohen një studenti që diplomohet për gjuhë letërsi? Ai mendimi i përgjithshëm që një student i diplomuar për gjuhë letërsi mund bëhet vetëm mësues. Çfarë mundësish ke ti si e diplomuar në këtë program studimi për të punësuar? Atëherë, dega e gjuhës dhe letërsisë ka shumë mundësi të tjera punësimi, duke përfshirë mësuesin edhe të tjera, duke përmendur këtu redaktimin, kemi pjesën e gazetarisë, kemi votimet, përkthtimet, kemi shumë fushë në të cilën çdo fushë mund të shpalosi një talent të vetin. Ti veta, ke ndonjë plan konkret për të ardhmen? Cilat janë planet e tua në aspektin profesional? Çfarë mendon se do të zgjedhësh për të bërë nesër? Atëherë do doja që të vazhdoja me një master shkencor, pse jo, për të hapur rrugët për pedagoge dhe do doja shumë që të vazhdoja rrugën e redaktimit. Na përmende përfshirjen në aktivitete që të ofron ky program studimi. Cila ka qenë për ty më mbreslënësja? Atëherë do veçoja disa prej tyre. Si fillim, një lëndë në vitin e parë kemi bërë të gjithë në terren dhe kemi pasur mundësi që të shihnim të gjithë vendet kulturore në Elbasan dhe t'i shikojmë nga afër, t'i prekim, përshkrimet tona ishin edhe më detajiste dhe më të plota. Pastaj do veçoja edhe një trajnim në Tiranë, ku mora pjesë tani së fundmi, ka shumë pak kohë dhe kishte lidhje me dhunën kibernetike, ishin plot 2 ditë dhe mund të them që mora një informacion të mirë, kalova një kohë shumë të mirë, krijova shoqëri të re dhe kështu mendoj që do ishte zgjedhja më e mirë dhe letërsia kështu. Ç'mund na thuash për jetën studentore në qytetin e Elbasanit? Pra ti si studenta, ke pasur përfitime, ndoshta duke qenë se në Elbasan jeta studentore vlen për të përmendur që është më e lirë, më pak e kushtueshme.
Ç'mund ta thuash për këto përfitime? Atëherë, një tjetër arsye edhe pse jam këtu në Elbasan është se pjesa ekonomike është edhe më e lehtë, dhe nuk është se kam hasur vështirësi, ka qenë shumë mirë për mua, çdo gjë në rregull, edhe qiraja për shembull nuk është se është shumë e shtrenjtë. Për çdo kënd besoj që është e përballueshme dhe një zgjidhje e mirë. Si ndihmon Universiteti i Elbasanit studentët në aspektin financiar dhe orientimin profesional? Ti vetë ke ndjerë një mbështetje të tillë? Atëherë Universiteti jon ofron disa bursa për kategori të ndryshme studentësh. Kemi edhe bursa ekselence, të cilën unë e përfitoj, kam 2 vite rresht që e marr. Për sa i përket drejtimit profesional, Universiteti i Elbasanit ofron dhe bursa studimi ku mund të shkosh me Erasmus jashtë për disa muaj në universitetet më të mira të Evropës. Nëse do të kishe përballë një maturant sot i cili është në dilemën e zgjedhjes së degës që do të ndjek në universitet, cili do të ishte mesazhi yt lidhur edhe nga përvoja jote në Universitetin e Elbasanit? Do të sugjeroja që të ndiqni tek studimi ku janë më të aftë dhe ato që din të bëjnë më së miri. Për sa i përket përvojës time, patjetër që do t'i sugjeroj Universitetin e Elbasanit, pasi që edhe kostot e jetesës janë shumë të ulta dhe përgatitja e stafit akademik është shumë i lartë. Shukran, në fund erdhi radha jote, mirë se ke ardhur. Mirë gjeta. Shukrani është studente nga Turqia, siç e përmendëm, ajo është 60 vjeç, ka ardhur në Elbasan për të studiuar gjuhë shqipe dhe letërsi përmes programit Erasmus dhe tashmë Shukran do të ndajë me ne eksperiencën e saj në Shqipëri përgjatë këtyre muajve të qëndrimit. Mirë se erdhe Shukran. Mirë se gjeta. Ju gjeta. A mund ta flasësh pak për veten? Pak flasim mirë, pak flasim shqiptar. Unë kuptoj mirë. Unë vjeçare 6 vjet, nga në Turqia. Unë ardhem në Elbasani dhe Universiteti Aleksandër Gjuhani në vit. Mund ta thuash si është eksperienca jote këtu? Si po kalon në Shqipëri? A janë miqësor njerëzit, a ke mundur që të gjesh shoqëri dhe si përshtatur me stafin akademik? A ke hasur vështirësi gjatë qëndrimit këtu? 2 Ağustos'ta geldim. 2024 2 Ağustos'ta geldim. Öncelikle Elbasan halkıyla diyalog kurmaya çalıştım. Sonra insanların bana karşı gösterdikleri yakınlık, geldiğimi mutlu oldum. Gelmekten de mutlu olduğumu gördüm. Daha henüz okul açılmamıştı. Doğru karar verdiğimi anladım. Bir kere sadece halkıyla sohbetle doğru karar verdiğimi anladım. Sonra okul açıldığında arkadaşlarımın ilk okul açıldığı gün 1. sınıf grubuyla beraber bir tanışma ve bir fakülte içerisinde gezi. Kjo ishte vërtet e bukur. Faleminderit që ndat me ne eksperiencën tuaj. Faleminderit juve. Faleminderit për ftesën. Bashkë do të shihemi në puntatën e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.